Se më the pak më shumë Reja apo Silvinho, si trajner. Si? Reja apo Silvinho? Reja, a e kuptoni, më falë. Jo, më unë po të pyes sepse ke eksperiencë gazari. Shqipëria ka pas 2 trajner. Po? Reja ishte problemi moshës. Po? Që kishte moshë të madhe. Po? Ky ishte problemi Reja, sepse përvoja ishte jashtëzakonshme. Çe trajner kush më i mirë? Në kështu, në Shiko, tak, në rregull, tash nuk mund të bëhesh një trajner sa ke marrë skuadër. Nuk mund të bëhesh. Është përvoja ajo që e bën. Ancelotti nuk ka qenë kaq i mirë sa ç'është sot. Profesore e ka iden që kur arrin të marrësh një kombëtar, si ishte ekipi kombëtar shqiptar, duhet të kesh një eksperiencë të jashtëzakonshme. Ne tash këtu është ideja. Tash kombëtarja po bëhet autoshkollë? Jo, po se ne veç çdo gjë po fokusojmë te Silvinja, nuk ngjetet gjë tjetër vetëm të shemi letrën në spak ta marrë spaku, kupton? Jo, nuk po tash shikojmë çik sa të bëjmë analizë, me fjalë, sa mungesa ka pas. Fokusojmë ndeshjes. Po mungesë është, edhe Mita është mungesë. Hysa është mungesë. Ata është mungesë. Po Anglia sa kishte? Si? Pa Anglia. Po mirë ne flasim tash. Po ne po luajm kundër Anglisë. Të zbresim me mentalitet fitues, edhe në skem. Por di se si do shkon kjo punë. Dhe unë nuk e mund çdo gjë fajin ke Silvinho. Unë do të kuptoj këtë gjë që a duhet të marrim analizë të lojtarëve. Në rast se a duhet të ishte Mehmeti një lojtar që luan në Championship League? Nuk i ishte, sepse ka një Championship. Po kjo është pjesa e skautërimit. Unë nuk e di. Pra ftoj të lojtar. Nëse do bëni japin sepse luajnë në Angli, njohin në futbollin anglez. Një minutë. Neve jemi një kombëtar që edhe Broja bën problem kur mungon, edhe ai Mana bën problem kur mungon, edhe Mita bën problem kur mungon. Tashi në Wembley mund të merrem këtë performanca, ishte Ramadani ditën e vet, ishte sepse unë edhe astane shikoj si një lojtar që më tepër qetësonte për mbrojtjen. Është vërtet ajo që thonë kur Ramadani nuk është ditën e tij më të mirë, 50 minuta ndroje tjetër. Te thash pak. Bën ndrime ti je si bën ndrime. Ai që me disa lojtarë është dashuruar. Absolutisht. Kjo është gabim pastaj. Sa minuta në këmbë kishin këta futbollistë? Profesor, po ti marrësh këto, edhe këto që luajnë pak minuta kanë. Sepse janë pjesë. Po, pjesa lojtarëve që janë rezervë sa minuta kanë? 20.000, unë nuk e di, a bëjnë një anketë. Po 20.000 shqiptarë që ishin në Wembley, nëse kanë qenë. Po ti pyese, a u zhgënjën? Sigurisht u zhgënjën. Pse? Nuk panë një lojë morë. Që do mundeshim. Po pra, kjo është skema që po e drejtë. Ky është problemi. Po absolutisht. Kjo është ajo pakënaqësia. Po pra, se të zbriste me skemë më besuese. Pa tjetë, më luajnë mare, do të mund. E ti si më kujtu, Çelmeta, më kujtu një minutë, në një moment më kujtu ajo futbolli para viteve 90, që sa herë kalote topi në mesin e fushës, u bërtiste stadiumi, në dhjetën e ke boti me gol Zhurtë Mullarin, 30 kombinime bonin, atë gol në famshëm. Po tishin me lujtë, Po këtu Tiranë në Yllisheun i ikte gjithë ndeshje fantastike fare. Këtu s'po shko më të porta. Ai formacion që është aty, nuk kemi lojtarë. Po edhe për diskutim. Formacioni. Po edhe për diskutim këta. Futëm në pjesën e dytë Broja. Po. Lojtari më i mirë që kemi ne, Bajrami ti e nxjerr jashtë. Kush do ja ikte topin këtij Brojës? Jo vetëm Bajrami që po e nxjerr jashtë. Ai pse edhe në pozicion. Mori shumë kik. Ai çfarë bëri Bajrami? Vetëm pse lojtari më i mirë. Çfarë bëri Bajrami? Bajrami nëse duam të Ai ke vendos gabim ti si trajner, mos ma vendos në qendër aty. Ku ti je shfaj? Ai pra. Po këtë prapë the. Ai do një njeri me mushkrikali majtas më buri dhe. Që ta bëj krahun viz, ta plugoj. Po mirë. Ai Bajramin atje. Atëherë si do e bëjmë ne? A jemi ne një skuadër, ne kemi treguar që s'jemi. A jemi një skuadër që nga mbrojtja ne kemi treguar, ne kemi treguar vazhdimisht që sa herë që duam të fitojmë ne nuk dim të fitojmë. Ose s'jemi në gjendje të fitojmë.